Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Edhe granota fillimisht ka rënë një pemë, e spirat që kanë shpërndo, domethënë kanë depërtu të na. Fillimisht domethënë në pemë, spirat që shpërndo momi më ka pas në dorë, edhe gishtën ja kanë këput momit. Në atë u këput, tani ka depërtu të anë. Mirëmbrëma shikues të televizionit Arbëria, edhe jo që jemi çdo herë bashkë në përtet tregimit, çdo vikend, kështu çdo të shtune uleni para ekraneve tuaja dhe ndjekim histori dhe tregime të cilat shfaqen për periudhën e luftës dhe ata të cilët i kanë mbijetuar çdo torture, çdo lëndimi e çdo gjithçka tjetër për treguar sot kaq shumë dekada pas kësaj periudhe shumë të dëmshme për secilin nga shqiptarët, e sidomos për ata që kanë qenë direkt aty kur ka ndodhur gjithçka. Një histori mos them të dëmshme, sepse vetë fakti që i kthehesh një të kaluarës i bjen që ta rikthesh plagën dhe kështu të përjetosh gjëra të cilat mendon që ke kaluar në kohë, por sidoqoftë të fortit i rrëfejnë historitë, të fortit i tregojnë dhe të fortit i tegalojnë, por normalisht nuk i harrojmë asnjëherë. Sot me shumë kënaqësi i them mirë se vjen Edisona Deliut Rama, e cila vjen nga fshati Rrezall e komunës së Skënderajt. Edisona, shikues të dashur, ishte vetëm një vjeç apo një vjet e gjysmë, do të na korrigjoj ajo ndërkohë për gjitha këto histori. Derisa ishte në prerjen e nënës së saj, u lëndua ajo dhe sot asaj dite i vuan pasojat e lëndimit realisht. Kur them i vuan, lëndimet nuk janë vetëm ato në fraktura, por janë edhe ato mendore, gjithçka tjetër, një kujtim i hidhur që na kërkon shumë kohë për ta trajtuar dhe për ta rikuperuar. Sot Edisona ka marrë një rrugë të gjatë nga peja dhe ka ardhur këtu që të rrëfej për shikuesit e televizionit Arbëria, e përtej tregimit, bashkërisht ta kemi një bisedë të këndshme, ta bashkëndjejmë, por edhe t'i kujtojmë momentet edhe të vështira, edhe të mira të jetës së saj. Edison, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Jam shumë e nderuar edhe vlerësoj jashtëzakonisht shumë prezencën tonë dhe kohën që e ke kushtuar sot për mua. Lutem. Edison, unë e di që para pak ditësh, kur ishte edhe një ekspozit e fotografive të bëra nga Nusret Plana, ke qenë prezente aty dhe ke treguar historinë tënde edhe gjithçka tjetër si ke mbijetuar deri më sot. Unë e di që ke qenë shumë i lënduar në kokë, prapa veshit dhe në dorë po ashtu, edhe e di që nëna yte ka qenë po ashtu e lënduar, e cila e kemi ftuar të vi, por që mjaftueshëm është që e ka dërguar vajzën edhe sot për atë sa ke mbajtur mend të na tregosh. Tregom fillimisht çish po ndihesh në studion time. Faleminderit, edhe herë po ndina shumë mirë. Është shumë kënaqësi të jem pjesë e misionit tuaj. Unë e di që njerëzit e fortë mjafton një herë me fillu me tregu historinë dhe tani janë çdo herë aktiv, edhe sa më shumë nuk e di nëse është e vërtet, sa më shumë treguan, a kthehet më shumë një dhimbje, një kujtim, Edison, apo bësh me efort? Tregom drejt. Ka raste ku bona me efort, po edhe të lëndon, domethënë se kthehet historia mbrapa, çush ka ndodhur për jetimet e krejt, po a prapë qëndrojmë të fortë, s'bam më dorëzu. Definitivisht. Edhe s'bana se me mendu bile me dorëzu. Tregom sa antarë një familje keni qenë dhe gjithsej një historik të shkurtër të fëmijërisë tënde, ani pse kjo ka ndodhur pas luftës, e megjithatë ato lëndime që keni pasur. Domethënë gjatë periudhës luftës, unë jam ka me 2 prind, edhe me motrën, domethënë na që familja e ngushtë, domethënë është edhe pjesa e Axhës, se na jena 7 antar të plagosën gjatë qasoj granate që është ra, atë, jena 7, domethënë është mami, one, motra, është gruaja Axhës, është gjyshja edhe holla. E babin atë periudhë, domethënë u konë në Sloveni. Keni qenë pa babën Pa babën atë periudhë. Edhe gjitha bashkë keni munduar që ti kaloni që ta këto.
Dhe vendoset me shku dikun në të një antari familjes apo Po, të një na familje. konë të familja e Gros Tagjas. O konë Mikushnica është ofër prekozet. Edhe do më thonë në qatë momentin ku shkum se me munimat sigurt, po të familja Gros Tagjas, ato do më thonë vlovi sojnë o konë pjesëtari OQK-s. Edhe këtë pjesëtarë të OQK-s janë sregu të shtëpia e vlov të Gros Tagjas. Edhe pjesa, do më thonë, e serbëve janë konë në prekaz. Momentin që kanë kuptu që ka refugjat në Mikushnicë, ata kanë fillu me gjujt me granata. Edhe granata fillimisht karon një pemë, e cpira që kanë shpërndo, do më thonë, kanë depërtu të na. Fillimisht rrëfimit, po. Fillimisht do më thonë në pemë, spira që u shpërndo mami më ka pas në dorë, edhe gishtën ja kanë këput momit, në atë u këput, tani ka depërtu të anë. Edhe në bazë, si pas gjitha asaj përshkrimit që e bën një mburoje nanës, ta ka mbrojt edhe më shumë lëndimin, apo jo do të thotë ka mujt me qenë lëndim më i madh. Po, se ka nola atë shpejtësin, do më thonë, të gishtë mamit, që ka depërtu të anë. Rasti shumë i dhëmshëm, po kur të mendoj që kështu këtë idenë në nanës, në krejt luftat, në krejt gjanat ndodh që nana mas pare mendon fëmijën për me mbrojt se çka duhet tani me nanën. Se vete. Nuk e pa është ç'është ndjesia. Jo, ç'është. E të qenurit nanë, nuk e dini se je bërë nën apo jo, apo jena atë rrugë e sipër. Jemi në rrugë e sipër. Jemi në rrugë edhe kemi pa tani vetë se ç'është është edison me përjetu këtë ndjesinë e të qenurit nanë. Dhe jasë dhe Edisona e rëfen në histori që pak e mon men, më shumë se sa që ka të reguar nana, apo jo. Ti ke qenë vetëm një vjetë e? Një vjetë e gjusë, apo 14 muajshe. Po, kemi edhe fotot cilat i shohim që një bebe bukur e mirë. A ke qajtë shumë si fëmijat ka të reguar nana? Jo, në fakt, dhe më thonë, në atë periudën kur jam bëu pak me 2-3 vjetë, mami ka thonë, kom ma tip hyperaktiv, kom pas qef gjithë mi pas print offer, ju me shku vëq vetë në ushtrime që kom pas terapi, dhe më thonë, ushtrimet fizikale. Po. U dash gjithë, o me mamin e me bobin, o me kërkan nuk shkejsh. Po normal, fëmija që ta dhe donë edhe ka njerë janë kështu më të varë nga njëri për i prindve. Me cilin prind për shambull i ndi më mirë me nejtë më afër? Me dytë. A me tash që me momin jam e lidhe ma shumë, po bobin na i ka plëcu dëshirat më të nëzë momin. Qashtu janë gjithë. Babalar janë ma pak strikt edhe duke na ki pa ma fani me fëmijëma, sepse nuk janë boje këto, e nanat janë ndryshe. Qashtu është. Se dojnë me vendosë regula dhe me i pa fëmijët e vetë. Po nana që është me shëndet, Edisona? Mirë është me shëndet, normal pjesën e gishtë që është tek putnë, po mirë është. Gjatë asoj kohë, mande ke shku në klasën e para, ma të rëkon pak këtë fëmirin tënde, a ka qenë sfiduse për shkak lëndimit që ke pas? Normal, sfiduse u kom në erë periuda kër jam plagus. Po. Që u dosh peja tujt, do më thonë u dosh me kalu në 2-3 dit, tani kena rrit në spitalin e Prishtinës, edhe dimen e parë që ma kanë dhonë një herë, ma kanë dhonë, edhe do më thonë, u konë shumë shti, se këtë pjesa, do më thonë, këto këtë organet për janë dollë jashtë. Mami me dorë, u dosh me kop me shtim rana, me lidhë me pelenë, do më thonë, për deri sa të marrë ndimin e parë. E mora ndimin e parë, shkum tana, kena vazhdu për një fshatin tjetër, edhe kena rritë me ardhë në spitalin e Prishtinës. Atë, do më thonë, më kam bërë operacion 2 herë. Për shkak se u kon ploga madhe, në herën e parë kanë marrë infekcion, se ploga u kon shumë e madhe. Ato ka e vështirë mas shumë të për mamin, se mami veç për mu nuk u dash me i kallëzu që unë jam me plagos në luftët, u dash me i tha që u rëzu. Edhe mami për durën e sohër u orë, do më thonë drimi i mjekve tonë, shqiptarë, do më thonë mami e ka pasru durën e vetë. Kur u kon drimi i mjekëve sërbë në atë periud, do më thonë, mami u dosh dorën e vetë me më shef gjitha herë. Që mësë me të regu që Mos me të regu, se i në atë luftës. Për ndryshe, na këshëm pësu halo me keq. Qëfar sakrifice, apo? Shumë sakrifice. Edhe tana në atë pe spitalit, po më kanë bërë operacion 2 herë. Për pos momit që ka pos fështiru kanë edhe Bobi. Bobi ka thirë në telefon, do më thonë, me vetë se qësh është gjendja e jemja, e momit, e gjyshës edhe motrës tjetër, që na konë në spital ato,
u ballafaqu me një të merr tjetër. Se u përgjigj një mjek e serbe në recepcion edhe ka thonë gole mos ki se nesër kena mi të masakru dhe kena mi të dërgu në Serbi. Bobi u dosh me gjetë lidhje për me fol me një mjek tonin për me komat sigurtna. Gjatë kontrollave që u dosh me mbone në spital, orë një mjek serb ka thonë, më ka përplos me krevet prej muri, ka thonë, kjo terrorist i vogël. Se kanë menu krejt fillim që unë jam djallë për shkak flak që kom pos shkurta për shkak të plagës. Edhe që u konë të miri. Gjitha këto po i tregon sepse ti ka tregu nana me siguri. Po. Kur i keni historinë tënde për herë të parë nga nana jote? Kur i kom pos 4 vjet, 5 ndoshta, që kom ditë me i ditë. Kom kuptu kështë natë se motra jame që më e modhe, aja kur lujshën me lodra, do më thonë, aja i merë, ade i kap ke me 2 durë, të në smëjsha, se durën, do më thonë, unë 3 javë ditë kom pos ku. Gjatë, më kanë thonë që nëse nuk e leviz dorën edhe komen, mrena 3 javë dite, ti ke me metë në karocë. Po fatë mirësisht, 2 ditë pa i bo 3 javë, unë e dorën edhe komen e kom fillu me leviz. Dorën, tani dorën, unë e kom pas, këna vazhdu tani kontrollat në Sloveni. Bobi së në atë periud, na jena shku refugjat në Sloveni. Kontrollat këna vazhdu atje, ushtrimet fizioterapi e krejt, edhe pse halo e kam 1 centimetër, kom tentu me hek edhe 1 centimetër të spirë granatës që është halo, po ata mjek thanë që muna me akesu gjendjen, me më këthy prapë në gjendjen me pashme në karocë. Po aja problem së paraqet, edhe kum lanë, është halo. Ku është, në cili mendë në trupit? Në pjesën e kokës. Edhe nuk po do këtë kërgjesh. Në thot me frizurë, me flokë të grosë edhe... Normal, kur ka ndryshim të motit, kam dhimbje, po jo që nuk është e përse parballon. Përse plak kemi dhimbje kur ka ndryshim të motit, dison e di, po kështu në përgjithësi me fat, kjo i bjen me qenë me fat. I pas ke pas veç 4 vjetë kër i ke ndëgju historinë tënde, po me siguri si 4 vjeqare nuk është që ke mendu njëjtë si 10, si 12, si... Se unë e dorën, mas se jena këthy, do më thope i Slovenije që jena këthy në Kosovë, unë e dorën komplet e kom bos, në bas shpinë e komën e kom ngrej shak. Edhe kur... Po, edhe 5 vjetë gjosh, do më thonë kur... E kom thonë bobe qka kam, se... Kenis me bo ato pytje që zhiboj fëmija. Edhe mami ma ka tregu. Po jo krejt që do detoje që po i thamone, ma vonë me ka tregu. E po është një studim në internet dhe ke një fëmi 4 vjeqarë, është në gjendje brenda 24 orëve mi bo 400 pytje. Ta shmara me do ti, në ato këtë rethona që fare kanë qenë, e ka që zgjume për shamull sa pytje ke mujnë mja bo prindrëve tonë në atë ko për që të historinë që e ke pasë. Po mujnë me manë me menë sa herë ke pyta, po jo, dhe është normal. Shumë. është normal me ditë fëmija, sepse që atëherë rëzohet kur ishte në siguri. Edhe pysin se qka që është tek. Edhe fillove fizioterapit, fillove me u rikëthy në lëvizje shumë mirë. Edhe ke shku, ka vazhdu kje me siguri. Po, edhe vazhdo në halon. Të më thonë, tash ushtrimet më imi bo dhe vetë, se më se jam merë... Ja ke marrë dorën, ja ke marrë edhe stilin edhe krejt. Stilin krejt komplet, po. Sa mirë se e kryon njëri botë ka njerë dhe mjeku i vetit, apo jo? Kur se bo është e vetit, tikuj. Bashkë, kur s'kujdesesh për vetit, kush më në kujdes për neve, apo jo? Dhe e di që je shkollu, je shku në shkollë, nuk je ndollë asë njëherë, apo jo? Jo, jam shku në shkollë. Kuj ke kry shkollën fillore? Shkollën fillore kom kry në Rezall, të mesme në Skenderaj, fakultetin dhe më thonë në kolegjin AB, e kom përfundu interior design, edhe kom punu dhe më thonë edhe kom punu në shumë organizate e di që ke përbo shumë pozita, a më një të reganë se shumë një nësishme për Shqipës? Kom punu, dhe më thonë, menagjere e hendikosin Skenderaj u ka një projekt, dhe më thonë, 6 mujur, atë jam ko menagjere. Kom punu në Cambridge School në Skenderaj, ato mu ka dosh me lo punë një, po ata nuk janë konë. Nuk jam kohë e knoqën me sjellën atyre që ma kanë bo mu. Unë e përkuptoj që gjdo punë ku dosh me pasru e me rregullu hapësinën tonë që ki për veti, po jo nëse ti punan me një pozit, me shfrytzu në 2 pozitat. Pëse mu ka dosh edhe me punu si menagjere, edhe me pasru 5 salat që është në bojtë kurse ata. Po, që
fatkeqësisht ndodh kështu në shumicën e kompanive dhe në institucionet, sepse shkon mërtohesh për një pozitë dhe dalin 3-4-5 të tjera, të cilat realisht nëse i bën një herë për shkak të kolegëve, herën e dytë dush për shkak shefit ose shefës, herën e tretë më thonë haq se kjo e bën. Edhe çështë më andaj kesh përdorën pozitat apo jo? Se ta ndërprejmë Edison. Edhe kom punu edhe, domethënë, zëvend drejtoreshe Fundacioni Handicap Student of Kosova. Ato kom punu një vetë, po dashka me mbledh me kriju takime me institucionet për puna e bursave për studenta. Kom punu edhe kryetare komunitetit për siguri publike në Skënderaj, në polici. Ato domethënë 4 vite kom pas. Sa përvojë interesant apo jo? Po. Çka ka qenë puna? Me siguri ta fundeshme. Po. Atëherë sekretare e komunitetit më ka dashur më taku me qytetarë. Okej. Ose çfarë do qytetarë, kush ka dashur me marr pjesë, nxënësa, drejtorat shkollave. Edhe ke pas takime çdo muaj me ata ti kanë tregu, domethënë ankesat që është ballafaqu komunitetit tyne dhe i kena drejtu në polici nëse u kanë rasti tamam për polici apo edhe për komunën. Sa mirë, një përvojë e mirë apo jo, në shumicën nga këto përvoja që i ke marrë, tu kanë ndërlidh gjithçka me njëra tjetrën. Po, sa mirë. Po studimet për interior dizajn apo sa interesant është. Deri ku ke vazhduar Edisona apo? Nivelin bachelor se master këtu nuk ka, domethënë është veç jashtë shtetit. Edhe a mendon që me vazhdu tutje këtë? Mendoj që po tash derisa të shon një vend në cilën peci shtetë më përshtatet. Po, a nuk ka do të thotë tek ne? Tek ne jo. Sa nuk desha këtë senda, pse? Sa mirë në intervista më thënë shumë çka. Edison, informacione të cilat ndoshta as nuk i kam lexu. E as si kom po. Të qenurit kom punu domethënë edhe si zëvend drejtoreshe kom punu edhe si sekretare e bordit këshillënës për të rinjat e Kosovës në projektin Up to Youth që u financu nga USAID Amerikan. Ato jam ko 4 vite. Sa mirë. Organizatat e tilla, më siguri është organizatë ndërkombëtare, apo ka qenë projekte që i kanë mbështetur shumë edhe femrat edhe grupet shoqërore apo jo? Shoqërore, po krejt. Domethënë kanë nën komunat të Kosovës. Sa mirë, po më kujtohet si projekt Up to Youth, çfarë apo? Up to Youth. Edhe ka qenë e di që organizatat ndërkombëtare i kanë mbështetur shumë, për shembull projektet ku ka pas femra, ku ka pas ide të ndryshme. Çdo tash projekti i Up to Youth, domethënë u kon nëna për projekte që ka pas rregulla shumë të mira, se nëse në çet vet ka pas domethënë një komunë në vitin tjetër ka një komunën tjetër, jo për secilën komunë për shembull 2-3 vjet. Po që këta krijon edhe përvojën me kriju shumë njerëz. Unë jam shumë i sigurt që punat të tilla krijojnë shumë shoqëri, rrjete, grupe sociale, gjitha këto. Edhe që ardhëm tek biseda jone për bashkët apo jo. Dhe domethënë ke studiu, ke ardhur fakultetin e ke kryer gjitha këto që po i përmend tash Edison. Çka par punë tjetër që kishe bën me shumë qef. E di që njëri kanë herë punon për të ardhura financiare. Normal. Jo kanë herë shumicën e rasteve me gjithë. Me të drejtën, unë kisha punuar edhe në drejtim temën, po tash puna që kom punu ma herët, ma shumë pjesën administrative, kisha thonë, se kom përvuj bajagi. Menaxheriale një farformë i bjen, apo jo? Se administrata kryen shumë punë, cilat të tjerët nuk i kryen dhe përmes administratës shkon gjithçka zhvillimi. Rjetëzimi tyre. Po mirë, dhe ju ku jetoni tash momentalisht? Tash momentalisht jetoj në Fej. Statusi yt është? Në po dushëm me përshëndetje edhe bashkëshortin tënd. Faleminderit. Që e di që dalim jashtë temës, por që në gjitha angazhimet e juaja dhe gjitha këto e di që është goxha shok me ty, nëse nuk gaboj. Edhe është herolindje, ai i cili e kemi këtu prapa kamerave, ka ardhur edhe këtu me shoqëru bashkëshortën dhe është shumë mirë, apo jo? Shumë mirë. Kur e ke taku Herolindën? Herolindën e kom taku para 3 vite tash i bjen. Në çfarë rrethonash? Rrethonet janë paksa interesante. Po sa papo të po du me ditë. Nuk e kam ditë në çfarë dhe as nuk e di realisht. Në rregull. O kom pjesa që jam ka pjesa që ty në intervistave që më ka dash me tregu për historinë për emisionet ndryshme. Edhe çdo intervistë që japsha për televizionet ndryshme vishin kërkesat e gazetarëve në përgjithësi. Sikur e imja tash. Sikur e jotja. Edhe njëjtë pra në vallëton me mendimin që kam kërku me bë intervistë si tash. Po intervista dul krejt tjetër.
A duli intervista çfarë mashkulli, ki ëndër, çfarë kështu, çfarë ashtu. Veks. Edhe me siguri në fillim ke thonë, hajde se gazetara më qa. Gazetar, qysh, unë me gazetar. Që më bën shumë pyetje. Më bën shumë pyetje. Po, Edhe vazhduat me siguri ma dhe i rrugtimin. Edhe jetoni në? në Pej. Në Pej. Në Pej. Apo ju bjen shumë që të venit në Prishtinë, ko gjallar, Po, kështu si... vi se familja jame është në fushë Kosovë tash. Vina çdo 2 javë thuje. Edhe i vizitoni, apo jo? Po. Dhe në fund krejt, në fund jo, në fakt vetë sa ke fillu ti, në aspektin profesional, apo jo... Edison, jo vetë sa ke fillu, po do e ditë sa punën e ke përfundu deri tani, kjo pjesa e të qenurit dizajnere interiere, apo jo është koqa një farë durimi me pas. Unë sa dhe kur ka diçka me skica, Edison, ose këto dizajnere që prejnë fustana, modele, unë e thëmë qysh kanë nerva. Se na gazetarët, s'po them krejt, por unë po nisa prej vetit, jemi dyqysh gjithherë të ngut. Edhe bukën e hongshim në teren të shku, në kerë, me 100 pajisje. Do me thonë, veç s'kemi kohë edhe durim për kësi gjana skica e dizajn e do një koncentrim tjarë zakonshëm, apo jo? Po se do me thonë, specifike është detaje. E kur të është me detaj normal që dyp kohë ma shumë, dohet me avdit dëshirat e se cilët klient që vjen. Po, a ke përvu ndonjëherë me pikturu diçka, e di që dizajni nuk lidhet me shumë me pikturën, por si do qoftë lidhet me një paraqitje të ndën, çfarë mundesh me imagjinu. A ke përvu ndonjëherë me rizatu historinë tënde ose diçka që e përket Edisonës së vogël atër? Komendu, po halo se kom bo. Punim e? A e kishe bo një me qitë në skica për shembull se qysh? E kisha bo. Mundet, tash është gjithçka ma ndryshe se është e kompjuterizume. Normal. Gjithçka mund është pa laps. Por ndryshe është kër e ki kështë me përshkru. Ndonjë vizatim në shkollë Edison, atë kujtohet, art na kemi pas, si të fëmijë të vegjël. Atë kujtohet çfarë piktura ke bo? Kër ke pas tim të lirë. Do më thonë, kër jam konë në shkollë fillore, këtë piktura që e kom bo janë ka pjesë me natyrë, ose një objekt të caktuar. A në shkollë të mesme, unë në shkollën e mesme drejtimin e kom pas dizajn mode. Qërë, do të të ato këtë punimet janë konë garderobes. Pse s'provojshe me dizajnu na uniform të QK-s? Për shkak historisë tonë që ki pas, me këshim me bo një fustan të heroinave. Nuk e vi. Që me e këqyrë se që shkish mujnë me qenë ajo histeri. Adem pëse të pyta se nga njerë, po kur kemi takime, edhe kështu intervista për shembull me psikolog, psikoterapist, edhe unë kur kam pas takime me ta, dhe fëmijët e mi, edhe kushdo tjetër, e pysin, ju japim për shembull fëmijëve një letër, edhe një lapë, edhe thonë hajtë vizatat diçka. Edison, unë me qëllim hira në këto temat pak të profesionit, të përvojave si nxënëse, shkollimit, gjitha këto, se nuk po du shumë të fokusu ka e kaluara, sepse përveç se e të regojmë historinë edhe gjeneratave të tjera ju të regojnë se çka kemi bërë, çka keni bërë për sot me egzu lirin, e qysh ke qenë ti atë pjesë viktime, ka mujtë kushdo tjetër me qenë në vendin tënë. Unë me qëllim pak deshta edhe këtë pjesën tjetër të angazhimit tënd, të pashot që unë e qëmoj shumë këtë idem për me punu, për mu angazhu edhe mes me u thirë në të kaluarën si çështje viktimizimi. Unë këto e qëmoj shumë atë shumë ditë të ti. Ke vazhdu, ke punu, ke kërku punë, ke gjetë punë, edhe e angazhu nuk e këthy mbrapa. Po na mediat jena pak shere se i këthejmë njerëzit mbrapa edhe me na tërgu historinë se qka qysh tek. Ajë tërgëm për fund kështu me nanën ose me këndë tjetër, në qëfar e thonë ashtë tjera të bjenë që me folë për të kalumën, ose a ka për shembull shoqe ose kolegë që kanë një interesu në herë me të pyqë se qysh ka ndodhë, qysh e lëndu për shembull ose qka ka ndodhë. Për pos mediave si jo, do më thonë, ka pos raste në fakultet, kërkush nuk më ka pyjtë, do më thonë, edhe pse unë devon e kom pos një tjetër lëngit, tash në tjetër. Ase herë së më kam pyjtë, kur momentin kur kishë me bo detyra ose diqka, theshen, pse diqka ki ndorë? Kolegëve në fakultet, ose dikush që të shenë rrugë, për shembull, qa ki ndorë nëse i të prit autobusin ose diqka në market, me në pyetja por çka ki. Që ty në, do më thonë, bja me përserit historinë që shkarë dhe që gjendje që jam në tash.
Do të thotë, ka ndodhur rastet me të pyetën ndonjëherë, se ju intereson edhe na jena shumë kurrështar, kështu e di që çdo gjë që është shumë më pak të zakonshme, Pyesëm. na myt kurreshtja me ditë deri ku ka ardhur deri këtu. Edhe kush kam pyet me siguri gratë, femrat, se janë pak më shumë. Kurrështare. A mendon që me do është nesër mas nesër me punu në për institucione, çka do tjetër, nuk ka me të pezullu për shkak të lëndimit të dorës apo çka do tjetër, dhe je shumë e sigurt që këtë punë të tjera mundesh me përfundu. Mendoj që po veç nëse ata vetë si institucion nuk menojnë që Dojnë me e gjithë. një pretekst për mos me marrë në punë. A je interesume edison për shembull në për institucionet publike, edhe në cilën a ke mendu ndonjëherë, a ke ndjek ndonjë konkurs? Kom ndjek konkurse, kom pos takime me disa. Njerë kanë thonë, po në momentin që ja kom qu konkursin, kanë thonë, ja nuk mujna me të bo zgjidhje. Me çfarë arsyetimi? Pse njerë në momentin kur e kisha takimin e parë me disa prej politikanëve, nëse është thonë me përmend emrin apo jo. Jo, çudush. Jo, s'ka, s'është patjetër, sepse s'pana interesojnë ata hiç realisht. Edhe të ka thonë që ka më mundu me të bo zgjidhje me ta gjetë një vend punë. Në momentin që ja ke qute një konkurs që është institucioneve shtetërore, ata kanë thonë, ja, nuk kena kritere, nuk kena akses që muna me ta bo zgjidhjen për qëtë punë. Por me gjithat ke insistu. Po. Edhe ke apliku, po, edhe asnjëherë nuk e ndal, apo jo. Edhe unë të inkurajër mësë më dalë kur. Sepse kur të kërkon punë, njërë dhe e gjenë. Edhe kjo e ka tërgu dhe faktin që ke punu ku do tjetër. Apo me apë një mesazh për shikuesit tonë, edhe po të la pak kohë me mendu, për gjitha ato vajza djemë që kanë qenë edhe luftëtar, ish luftëtar, po që s'kanë qenë luftëtar në fronte, që kanë pësu nga lufta edhe si rastin tonë, edhe si gjithë shka tjetër, që me vazhdu, me ecë për para edhe më inkuraju sot nga Edisona. Pa morë parasysh se çfarë ju sill jeta, pengesa apo vështirësi nuk ba më dërzuar se herë, sepse Allohi i sprovon njerëz të fortë, dhe sot të dopt i lënë në hije. Dhe ti je kjo e para. Po, mendoj që po. Patjetër. Edison, shumë faleminderit për krejt momentet edhe ato histori që i ndave sot me një. Shumë faleminderit për juve, ishte shumë kënaqësi dhe u ndiva si në shtëpi teme. Që kjo është qëllimi, që për të paktën këto mujna me bë për ty, që kur të vesh me u ndi si në shtëpi, edhe që të uroj shumë shëndet. Shumë faleminderit. Suksese edhe në punësim, edhe kudo tjetër, në mënyrë që nesër mas nesër të dëgjojnë gjeneratat e tjera, edhe nënën të bësh shumë krenare, që edhe jetu ke bërë me siguri. Faleminderit shumë. Shikues të dashur, e patëm një histori me disa të qeshura, besa hiq me lot, sepse njeri fort këto i kthen në të qeshura. Edisona ishte arsyeja, ishte edhe vepra realisht e nënës së saj, sepse sot është një vepër e cila është mbrojt në kohën kur fatkeqësisht apo kanë mundur edhe të psojnë që të dyat, edhe nana, edhe Edisona dhe kushdo tjetër nga predhat e granatës, por që sot Edisona është këtu edhe na ka rrëfyer historitë të cilat i kanë përjetuar bashkë me nënën e saj dhe jo vetëm me familjen në përgjithësi. Emisionin e sëndëm mund ta ndiqni edhe në YouTube, në kanalin zyrtar të televizionit Arbëria dhe në Facebook po ashtu, deri të shtunën e ardhshme. Mirëmbëjtje dhe do takohemi prapë me një histori që me siguri ka të bëjë me periudhën e luftës, edhe të shohim se kush do të vijë dhe kush do të na rrëfej për ju. Mirupafshim. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.